Koalicioni televizijës vetëvendosje me AK në fushë Kosovë. Lidhja Demokratike e Kosovës i është përgjigjur me një koalicion tjetër. Besnik Osmani ka njoftuar se betejën për ta fituar postin e kryetarit do ta vazhdoj bashkë me nisman socialdemokrate. Për post në fushë Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje ka zyrtarizuar koalicionet edhe në Vushtrri. Në të parën komunë me AK, ndërsa në Vushtrri me LDK. I pari koalicion nuk u komentua nga AK, ndërsa i dyti është zyrtarizuar pa autorizimin e LDK-s, e cila ka paralajmëruar edhe masa ndëshkuese pas përfundimit të garës. Analisti politik Afrim Kasolli vlerëson se koalicionet në nivel lokal mund të shtohen, ndoshta edhe në kundërshtim me qëndrimit politike dhe zhvillimit në nivel qendror. Pra kryesisht nga nevoja do të kurzohet nga nevojat pragmatike të partive lokale. Sa mund të ndikojnë këto në elektoratin, do thotë këto marrëveshjet drejtuesve lokal të subjekteve politike në elektoratin e tyre, është vështirë të thuhet me eksaktësi sa do të jetë besnik plotësisht elektorati i mirë, por praktika ka dëshmuar që edhe mas të madhe është i ndëgjueshëm elektorati. Prishtina është një ndër komunat ku asnjëri kandidat në balotazh sipas rezultateve të deritanishme nuk do ta ketë shumicën në kuvend komunal. Sipas institutit GAP nga 51 ulse në asamble, 15 i takojnë LDK-s, 12 PDK-s, 10 LVV-s, 7 ose 6 AK-s, Lidhjes së Prishtinës 4 ose 5 ulse, dhe partive PSD, Guxo e Nisma nga 1 ulse. Hajrolla Çeku, edhe nëse e merr Femi Kupinën, edhe nëse e merr AK-n, dhe nëse i merr 3 partitë që i kanë nga 1 ulse në kuvendin komunal, nuk mund ta bëj shumicën në kuvendin komunal. Çka nënkupton që VV, eventualisht si fituese në zgjedhjet e nëntorit, do të duhet të marrë votën qoftë të LDK-s, qoftë të PDK-s. Saliu thë se me lidhjen e Prishtinës, konkretisht me Fehmi Kupinën, vështirë se mund të ketë bashkëpunim LDK-ja, e cila po ashtu do ta ketë sfidë shumicën në asamble të cilës i duhen edhe 11 vota. Të tre të veçlit dhe AK-ja plus LDK-ja nuk e përbëjnë shumicën e thjeshtë. Pra, në mungesë të Fehmi Kupinës për t'ia dhënë votën LDK-s. Nëse Fehmi Kupina kundërshton, atëherë kënon kupton që domosdoshmërisht LDK-s i duhet vota e VV-s ose PDK-s në kuvendin komunal. Televizioni Dugaxhini ka biseduar përmes telefonit me njërin prej asamblezëve më të votuar të PDK-s në Prishtinë. Ai ka deklaruar se deri më tani në strukturat e PDK-s në Prishtinë ende nuk është diskutuar për ndonjë koalicion të mundshëm përballë Hajrullah Çekut.